Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala men la nabiyya ba'da. Rikthehemi me temat e fikut nga libri Umdatul Ahkam. Dhe sot jemi në një temë të re nga kapitulli i namazit, që është tema e ezanit. Tema e ezanit. Ne i themi ezan, që është në fjalë arabe el-edhan, pra dhën e bëjmë zë, dhe është e njëjta fjalë. Çfarë kuptimi, duke qenë se është fjalë e gjuhës arabe, termi i gjuhës arabe, çfarë kuptimi ka në gjuhën arabe ezani? Ezani në gjuhën arabe ka kuptimin e njoftimit. Kuptimin e njoftimit, shpalljes. Kurse në kuptimin fetar, ezani është lajmërimi apo njoftimi për hyrjen e kohës së ezanit në një mënyrë të veçantë. Pra një lajmërim në mënyrë të veçantë për hyrjen e kohës së namazit. Çfarë kuptimi ka në mënyrë të veçantë? Pra shprehjet e tij, tetësi i tij është i njëjtë, i caktuar. Pra dhe nuk bëhet në mënyra të ndryshme. Pra dikush ka dëshirë të njoftoj, pra të thrasë ezanin në këtë mënyrë që e mendon ai, pastaj vjen dikush tjetër, një muezin tjetër dhe thret në mënyrë tjetër. Jo, ezani është adhurim. Dhe duke qenë se është adhurim, forma e tij është e përcaktuar në fe. Forma e tij është e përcaktuar në fe. Dhe ezani thirret kur hyn koha e namazit, pra sa po hyn. Në momentet e para që vërtetohet se ka hyrë koha e namazit për katës, ligjësohet thirrja e ezanit, me qëllim që njerëzit të lajmërohen se ka hyrë koha e namazit që presin, dhe si rrjedhoi lejohet falja e atij namazi. Dhe nuk lejohet dhe as nuk saktësohet ezani përpara hyrjes së kohës së namazit. Pra, nëse gabimisht e thret ezanin para hyrjes së kohës, atëherë ky ezan është i pasaktë në kuptimin që nuk lejohet të falet namazi. Sepse ky lloj njoftimi, ezani që u bë, është jashtë kohës. Dhe thamë që ezani thirret në fillim të kohës, përveç rasteve kur ligjësohet vonimi i namazit, ligjësohet edhe vonimi i ezanit. Siç është në rastin e namazit të drekës, të yles, kur është nxehtësi e madhe, për cilët nga Abu Dherri radhiyallahu ta'ala anhu, se njëherë muezini i profetit sallallahu alaihi wasallam thiri ezanin e drekës, dhe ishte nxehtësi e madhe, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha ebrit. Pra prit të bjerë pak nxehtësia, pra e ndaloi nga thirrja e ezanit, ta ndërpriste, ta ndalonte ezanin dhe ta thriste më vonë. Ai e filloi, sepse hyri koha, eci me origjinën. Pra që hyri koha, e dinte detyrën e tij, por nuk e dinte të sunet të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin ja mësoi profeti alaihi wasallam. Sepse me thirrjen e ezanit do të vinin njerëzit, por profeti sallallahu alaihi wasallam për t'ia lehtësuar atyre nxehtësinë, ruajtjen nga nxehtësia dhe që të mos dilnin nga shtëpit në këtë nxehtësi të madhe, e ndaloi muezinin, i tha, si me i thënë, prit. Pra, thirrë më vonë ezanin. Sa të largohet pak kjo nxehtësi, të thyhet kjo nxehtësi e madhe. Në rastet e tilla lejohet vonimi i ezanit. Dhe ezani është bërë detyrë në vitin e 2 të hijretit, pra 2 vjet pas hijretit të profetit sallallahu alaihi wasallam, në vitin e 2 të hijretit të tij nga Mekka në Medinë.
Si u ligjësua ezani, kush ishte shkaku? Dhe kjo është histori e bukur. Kjo është histori e bukur. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij diskutonin se në ç'më mënyrë të lajmëronin njëri tjetrin për të ardhur në xhami për të falur namazin, sepse deri në atë akoma s'ishte ligjësuar dhe nuk ishte njohur kjo formë e ezanit që përdorim edhe sot. Dhe mendonin alternative të ndryshme për ndërto ishte edhe këmbana si të krishterët. Por njëherë sahabi nderuar Abdullah ibn Zeid radiallahu ta'ala anhu tregon dhe thot, isha duke fjetur dhe në ëndër më vjen një person me një këmban. Dhe të gjithë e dim çfarë është këmbana. I thash, o robi Allahut, a e shet atë këmban? Ai tha, po, për çfarë do? Thot Abdullah ibn Zeid që të lajmërojmë njerëzit për namazin. Pra duke i rënë asaj, zhurma, të ishte një sinjal dhe shenjë për hyrjen e kohës së namazit dhe ardhjen në xhami. Ai i tha, a do të them, të tregoj ty një mënyrë më të mirë se sa kjo? Se sa këmbana, ti bish këmbanës? Sahabi Abdullah ibn Zeid radiallahu ta'ala anhu thot po dhe vazhdoi që në ëndër. Kjo bisedë. Dhe i thot, thuaj, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, katër herë. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya as-salah, hayya as-salah, hayya al-falah, hayya al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ezanit. Thot Abdullah ibn Zeid radiallahu ta'ala më pas u largua pak, dhe më tha, tani tha, do të tregoj ty çfarë të thuash për të filluar namazin. Pra ka për qëllim ikametin. Tani do të tregoj ty, pra u bë lajmërimi që hyri koha e namazit, tani për ta filluar namazin, duhet njoftim tjetër. Dhe i thot, thuaj, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya as-salat, hayya al-falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Formën e ikametit. Kur gdhiu, erdhi mëngjesi, unë thot Abdullah ibn Zeid radiallahu ta'ala anhu, shkrova më një herë te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tregova për ëndrrën. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, innaha la ruya haqqun insha Allah. Kjo insha Allah tha është ëndër e vërtet. Pra nga Allahu, ëndër e sakt nga Allahu. Faqum ma'a Bilalin fa alqi alayhi ma ra'ayt. Shkotër Bilali dhe mësoj atij atë çfarë pe, pra mësoj tekstin e ezanit dhe të ikametit që pe në ëndër. Falyu'adhdhin bihi fa innahu anda sautan mink. Dhe të thëras ai ezanin sepse ka zë më të bukur dhe më të fuqishëm se ty. Pra ti e pe, or thirrja tash ka kritere tjera. Dhe thot Abdullah ibn Zeid dhe shkova te Bilali dhe ja mësova atë çfarë pash në ëndër, çfarë dëgjoj prej tekstit. Dhe erdhi dhe Umeri radiallahu ta'ala nuk kur e dëgjoi të gjë, erdhi me nxitim duke tërhequr rroben e tij, pra pa e veshur mirë akoma. Dhe tha, betohem o i dërguari i Allahut, betohem me atë i cili të dërgoi ty me të vërtetën, pra me Allahun. Se edhe unë kam parë një gjë të tillë në ëndër. Të njëjtën në ëndër që ishte parë edhe Umeri ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Falillahil hamd." Allahut i takon lavdërimi.
Allahut i takon lavdërimi. Pra, me anë të kësaj ëndre dhe miratimit, pranimit që i bëri profeti sallallahu alaihi wasallam, u ligjësua ezani dhe teçsi i tij. U ligjësua mënyra e thirrjes dhe lajmërimit të muslimanëve për hyrjen në kohën e namazit me miratimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është ndryshe nga ajo që pretendojnë sufistët me ëndrat e tyre. Sepse ne duhet të dimë që ëndra të merret, ëndra me intonacion apo me ngjyrim fetar që të merret në konsiderat ka kushte që të pranohet, ëndra me kuptim fetar që të pranohet ka kushte. Kushti i parë është që kjo ëndër të mos përmbajë diçka që kundërshton fen. Pra nëse shën në ëndër, si shohin sufistët, në herë dhe nuk shohin, i shpitin dhe vetë, se kanë qef durin si njerëz të mirë. Sigur të vjen dikush dhe të thotë, unë jam Zoti yt, apo unë jam pejgamberi, alayhi salatu wassalam. Dhe të them ty që mos u falmë, sepse ti tani ka arritur një grad të lartë, apo mos agjëro më, apo nuk ka më harame për ty, çdo gjë është halal tash, edhe më të shumtuarat, edhe gjërat më të pista, apo bëj këtë lloj adhurimi. Këto janë ëndra që janë në kundërshtim me fen, sepse muslimani që i urdhëruar të përmbahet fesë deri në fund të jetës së tij. Wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. Dhe adhuroj Zotin tënd derisa të vijë yaqini, vdekja. Pra adhuroj Zotin tënd, çfarë nuk kupton kjo? Pra përmbaju fesë. E dyta, kushti i dytë është që personi që është të jetë person i besueshëm. Jo ndar të lloj personash të sufistët që janë pa besueshëm me ëndrat e tyre. E treta është që të ketë shenja, fakte, prova që vërtetojnë atë që ka parë ky person në ëndër, pra ka indicie apo argumente fetare që e vërtetojnë se ajo që është parë në ëndër ka bazë në fe. Ndryshe nga ato që pretendojnë disa sufistë që shohin ëndra të tilla siç thash më parë, që jo vetëm që s'kan bazë në fe, por kundërshtojnë fen. Kundërshtojnë fen. Çfarë gjykimi ka ezani? Është sunet apo është detyrë, farz? Ezani është farz kifaje. Ezani është farz kifaje. Kifaje në kuptimin që në xhamatin ton, në qytetin ton, nëse thrasin disa muezinët në xhamia, është realizuar ky obligim. Dhe është heq pesha e përgjegjësisë së thirrjes së tij. Pse? Sepse u thirr ezan. U realizu ky detyrim fetar. Dhe argumenti për të është se përcillet nga Malik ibn al-Huwairith radiallahu ta'ala anhu, thot, unë bashkë me disa persona qëndruam 20 ditë tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra shkuan në Medinë dhe qëndruan 20 ditë me profetin sallallahu alaihi wasallam për të mësuar fen. Pra këtu kemi të bëjmë me nxënësa dije, kërkues dije. Pra dhe kjo është një pikë e rëndësishme vëllezër, që muslimani kur hyn në fe duhet të jetë serioz tash me fen e tij. Në shkuptim, duhet kërkojt, përparojt, mësoj fen e tij. Vazhdimisht. Ai sa ka mundësi. Ai sa ka hapësirë. Dhe jo të mjaftoj me diçka dhe 3 me vite të tëra dhe nuk mëson më, qoftë edhe çështje të thjeshta fetare. Jo, ti kërkoje diturin fetare. Ai që ka mundësi më shumë e kërkon
në mënyrë më të detajuar, në mënyrë më të thellësishme, më të thellë. Ai që ka mundësi më pak i mëson çështjet në mënyrë të përgjithshme, por e rëndësishme është që mëson. Qëndruam 20 ditë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i mëshirshëm dhe i butë. Pse e përmendi këtë gjë? Kur ai pa për mallimin, mallin tonë, për familjet tona, e vuri re profeti sallallahu alaihi wasallam. E vuri re nga veprimet, fjalët e tyre, e tjerë, bisedat që mund të bërë me ta, dhe e ne kemi marrë tek Adabul Mufrad, dhe aty përmendet që i pyet profeti alayhis salam për familjet. Dhe gjatë bisedës vuri re për mallim. Dhe kjo tregon që se sa moral të lartë, sa zemër të butë kishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, yadkhulun al-janna aqwamun afidatuhum ka afidati at-tayr. Do të hyjnë në xhenet njerëz që zemrat e tyre janë si ato të zorgut. Do të hyjnë në xhenet njerëz që zemrat e tyre janë si ato të zorgut. Në çfarë kuptim? Në kuptimin e përmasës? Ja. Në kuptimin e butësisë. Pra zemra e zorgut që ka e butë. Dhe ta për shkak të kësaj vlere, këtij virtyti, mëshire, butësie që kanë në zemër, që e reflektojnë pastaj në marrëdhëniet me njerëzit, do të jetë shkak që të hyjnë në xhenet. Pra butësia dhe mëshira është nga shkaqet për të hyrë në xhenet. Dhe këto ishin virtyte që i kishte në mënyrën më të bukur, më të plot, profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjë që tregon se apo t'ju ilustroj të me një ngjarje që më ka bërë vetë, më ka ndodhur vetë në kur isha në Medinë. Takojmë një dietar, Allah e ruajt, Abdullah Sedhan, e dietarët e mëdhenj të atij vendi. Njëri tepër i thjeshtë. Dhe kur mësoi se unë isha jabanxhi, filloi të bëj me mua një bisedë, më pyet për familjen time, babain, nënën, motrën, çfarë ke, si janë me shëndetin, etj, pra detaje. Si butësi dhe mëshirë, si për të larguar, për t'i larguar jabanxhiut mallin që ka për familjen e tij, për vendin e tij, etj. Siç bëri profeti sallallahu alaihi wasallam me Malik ibn al-Huwairi dhe shokët e tij që ishin ardhur. Dhe thot Malik ibn al-Huwairi kur e vuri re këtë gjë profeti sallallahu alaihi wasallam na thanë irji'u fakunu fihim, kthehuni tani dhe qëndroni me ata, pra me familjen tuaj. Wa allimuhum wa sallu, mësojeni ata, pra çfarë mësuat këtu, mësojeni tashti atyre dhe faluni. Vazhdoni pra të adhuroni Allahun. Fa idha hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum. Edhe kur të hyj koha e namazit, le të thrasë ezanin një nga ju. Kjo pjesë e hadithit, le të thrasë ezanin një nga ju, pra që tregon që nëse thërret dikush, mjafton dhe bie përgjegjësia për të tjerët. Pra dhe nuk është e ligjësuar që çdo kush që vjen në xhami thrasë ezanin. Ja, një mjafton për xhamatin apo xhamiat mjaftojnë pasaj për qytetin. Dhe tham që nuk lejohet thirrja e ezanit para hyrjes së kohës së namazit. Është e pasardhë diçka e tillë. Por nga udhëzimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, nga suneti i tij është ezani sabat, që namazi sabat ka 2 ezane. Një përpara hyrjes së kohës, dhe ky është i veçantë. Dhe një kur hyn koha e tij. Dhe ai përpara hyrjes së kohës nuk është për të treguar që mund të falësh
Nuk është për të treguar që mund të falësh tani namazin e sabahut. Ja. Por si sa profeti sallallahu alaihi wasallam liyurji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum. Ky është ezan, pra ky ezan i parë i Bilalit. Ky ezan i parë është për të kthyer në gjumë ai që ishte zgjuar, dhe kuptimi me të ai që është falur natën, të flej pak, sepse ky ezan thirret në një kohë të shkurtër para hyrjes së kohës së sabahut, jo me orë para, por diçka me minuta, 20 minuta për shembull, diçka e tillë, plus minus. Që të kthehet ai që është falur të shtrihet pak, të qetësohet për të përgatitur pastaj për namazin e sabahut. Wa yuqidha na'imakum, dhe të zgjoj atë që është në gjumë. Pra që do të agjeroj, për shembull, do të agjeroj, të çohet që të haj syfyr. Sepse me thirrjen e ezanit që lajmëron kohën e hyrjes, nuk lejohet më ngrënia e syfyrit, dhe ta hyr koha e përveç ezanit, përveç namazit, por edhe e agjerimit. Por gjithashtu edhe të përgatitet për namazin. Normalisht ezani ka plot çështje. Ne inshallah do t'i marrim gradualisht në netet e tjera. Elusim Allahun subhanahu wa taala na japi sukses në veprat mira, na i fali gabimet tona, na ruaj neve që të themi për fenë Allahut diçka që nuk e dim. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.